Drejtoria e Infrastrukturës ka nisur punën me të nisë ditët me mot pranveror. Kështu së fundmi janë asfaltuar afro 2 kilometra në fshatin Gaçk, duke e lidhur atë me fshatin Gurës. Përveç kësaj rruge, asfalt të shtruar edhe në pjesë tjera si në qytet, ashtu edhe në fshatra. Kjo drejtori për punimet që janë zhvilluar në muajt e parë të vitit ka shpenzuar rreth 2 milion euro nga buxheti i përgjithshëm. Me përmirësimin e kushteve atmosferike kemi filluar edhe me realizimin e projekteve. Vetëm në këtë muaj kemi asfaltuar shumë rrugë të ndryshme në shumë fshatra të ndryshme dhe në qytet. Kemi asfaltuar duke filluar me rrugën Tajir Sinani në qytet, kemi vazhduar me rrugën kryesore të fshatit Varësh, një segment, duke vazhduar tutje dhe me rrugicat të fshatin Eredime, me rrugën Gaçk Topojan Gërlic që lidh disa fshatra dhe që ofron me qasje në kyqen e autostradës në Gërlic kur të përfundoj kjo kyqe. Gjithashtu kemi asfaltuar edhe rrugën Prelez Muhavs Kosin, ku është një segment që i lidh të fshatra dhe me komunën e Shtimës shumë dhe lehtëson qasje në rrugën Brahim Ademi, e cila bën lidhjen e komunës Ferizajt me komunën e Shtimës. Jemi duke punuar në shumë projekte të ndryshme, në kanalizime, në ujësjellës, jemi duke punuar edhe në trotuare, ku është duke punuar trotuare në fshatin Kosin, duke përgatitur rruga kryesore e fshatit Kosin për asfaltim. Shumë rrugica të ndryshme si në fshatin Komogllav, në fshatin Prelez, në fshatra të ndryshme, jemi duke punuar vazhdimisht dhe besoj që këto muaj duke përmirësuar kushtet atmosferike, do të rritet dinamika e punimeve, do të rritet intensiteti i punëve të kryera në komunën e Ferizë. Mundem me thonë që buxheti Drejtoria e Infrastrukturës e ka të përgjithshëm afërsisht 6 milion. Mundem me thonë që me fillimin e punimeve dhe me punët që kanë mbet vitin e kaluar nga kontrata kolektive pa u paguar, janë afërsisht 2 milion që janë shpenzuar në këto muaj të parë. Drejtori i Infrastrukturës bëri të ditur se ende ka fshatrat që ka nevojë për të bërë asfaltimin e rrugëve, projekte të cilat janë parapar të zhvillohen përgjatë këtij viti. Të gjitha fshatrat, pothuajse rrugët kryesore janë të asfaltuara. Ka fshatra të ndryshme ku kanë mbetur segmente të vogla të rrugëve, ndoshta e kisha cek që në fshatin Kosin është pak më mbrapa me rrugica, po këtë vit janë të parapara me projekt dhe do të asfaltohen edhe rrugët e fshatit Kosin. Dhe besoj që të gjitha rrugët në të gjitha fshatrat, rrugët kryesore ku janë me më shumë shtëpi janë të përfunduara, kanë mbetë rrugë në përlagje të reja që janë ndërtuar shtëpi të reja në vitet e fundit dhe janë rrugë që besoj që gradualisht do të asfaltohen të gjitha. Përveç me Gurës, kjo rrugë e asfaltuar i ofron qytetarët edhe me kyçje në autostradë.